që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër mund të shënjestrohet për arsye politike. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji. Nëse është dikush që mund të ankohet për mungesë time, është vetëm nëna ime dhe familja ime. Aty kam marrë mungesë 10 vjet rresht teksa përgjigj detyrës si shërbej këtij qyteti. Ata i kam takuar, djalin tim e kam takuar më shumë në Burg se që kam takuar në Liri. Ku e lija në gjumë dhe e gjeja në gjumë për shkak të kësaj detyre dhe këtij përkushtimi. Fort të nderuar, antar gjykatës kushtetuese, që nga dita e parë kur betova në vitin 2015, si kryetari i Bashkisë Tiranës, jeta ime është bërë njësh me këtë qytet. Kush jeton në Tiranë e di këtë nga përvoja personale. E kam drejtuar me gjithë forcën time shpirtërore, mendore, fizike, pa kursyer asgjë nga vetja. Ky qytet në fakt ka qenë familja ime e madhe. Unë nuk pretendoj se çdo gjë e kam bërë mirë, dhe ndoshta nuk është ky momenti për të folur për këtë. As që çdo gjë që kam dashur të bëj kam arritur ta bëj. Por një gjë e di me siguri, askush nuk mund të më akuzojë se nuk kam qenë në krye të punëve të këtij qyteti dhe detyrës time të shenjtë. Sepse kush thotë se unë kam munguar, fyen inteligjencën e gjithë qytetarëve të Tiranës që ma kanë besuar 3 herë me radhë, pikërisht sepse e pan me sytë e tyre për kushtimin tim, dashurinë për punën edhe për këtë qytet. Punë nga e cila më shkëputën pa drejtësisht dhe pa besisht. Ata që donin të më shihnin me pranga në duar dhe jo me lopat në duar. Që nuk donin këtë tipin që thash unë, Lalieri në atë zyrë, sepse ajo zyrë është e bërë simboli i dashurie për qytetin, për punën, energjie pozitive, të pafundme, një qendër e optimizmit për gjithë kombin tonë. Mund ta burgosësh një njerëz, po siç jam unë në rastin konkret, por nuk e burgos dot vërtetën e tij. Edhe të vërtetën që ulëret, e vërteta është se mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kënet, por pasojë një izolimi të imponuar nga shteti, përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime, a mund të vazhdoj 2 minuta? Një izolimi të imponuar nga shteti, përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime dhe zell persekutues, që më privoi jo vetëm nga liria dhe familja, por nga qyteti im, përpara se të provoj çdo fajsi. Si mund quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatua edhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla.